Hudhra e ecëll në mëngjes do ju shpëtojë jetën, ja si ta përdorni. Të gjithë ata që gatuajnë e dinë shumë mirë që hudhra përdoret në shumë gatime, duke qenë se bën pjesë në konsumin e përditshme, harrojmë dobitë e saj të vërteta. Sipas Bright Side do të sjellim një listë për të kuptuar se çfarë ndodh me trupin tuaj nëse hani të paktën një thelbi hudhër në ditë. Sipas shkencëtarëve, vajzat çmenden pas aromës së trupit të meshkujve që përdorin hudhrën. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kjo ndodh sepse ato minimizojnë aromat e djersitjes. Konsumi i hudhrës mban larg problemet dhe virozat, kështu që nëse konsumoni një thelbi në ditë gjatë dimrit, do të mbani larg këto komplikacione. Hudhra përmban përbërës që ndikojnë te truri juaj që të mos vjetërsohet. Krahasuar me medikamentet, hudhra është më pak e kushtueshme dhe më e fortë. Nëse konsumohet hudhër çdo ditë, atëherë trupi juaj do të forcohet. Sipas ekspertëve, ushqyesit në hudhër arrijnë të japin një formë të shkëlqyer për forcën e trupit. Hudhra ju ndihmon të humbisni peshë në mënyrë të përgjithshme. Kjo sepse ndikon në djegjen e dhjamit si dhe bllokon marrjen e kilogramëve të padëshiruara në trupin tuaj. Ka nga ata që adhurojnë dhe ka nga ata që e kanë frikë. Ka nga ata që e përdorin në çdo pjatë dhe ata që e shmangin. Ky produkt i vjetër natyral është shumë i rëndësishëm për mirëqenien dhe jetëgjatësinë tonë. Hudhra është një recetë e njohur për më shumë se 5000 vite. Në kohët e lashta ajo është përdorur nga mjekësia popullore kineze dhe ajo egjiptiane. Edhe gjyshet tona e kanë përdorur gjithmonë në recetat e tyre të ushqyerjes. Hudhra është një ushqim i pasur prej të cilit mund të përfitoni sa më shumë nëse e shtoni atë si duhet në vaktet tuaja ditore. Ndikimi që do të ketë në organizëm do të luajë një rol pozitiv për shëndetin tuaj. Ndaj, konsumi i hudhrës në vaktet tuaja ditore mund të shoqërohet me një sër përfitimesh të rëndësishme për organizmin. Ajo ndihmon gjithashtu për të ulur nivelin e kolesterolit në gjak, për të holluar gjakun, edhe si një antibakterial shumë i rëndësishëm për organizmin tuaj. Ajo lufton sëmundjet e gripit dhe është një antibakterial dhe një produkt shumë i mirë kundër infeksioneve kërpullore. Ajo mund të ndihmojë në saj të funksioneve të saj të pasuruara dhe të lidhura gjithashtu me problemet e veshkave ose fshikëzën urinare. Nëse keni dhimbje të kokës, dhimbje të dhëmbit ose nervozizëm, hudhra duhet të jetë në listën tuaj të ushqyerjes. Dhe kjo është më e dobishme për njerëzit të cilët do vuajnë gjithashtu nga problemet që sjell anemia. Hudhra është një ushqyes i pasur me squfur dhe minerale të tilla si kaliumi, zinku, vitamina B, vitamina C. Hudhra është shumë efektive kundër plakjes së qelizave dhe mund të japë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të organizmit tuaj në përgjithësi. Një thelbi hudhër është më së mjaftueshme për të marrë përfitimet e saj të rëndësishme. Doza më e mirë për të marrë çdo ditë është të paktën 4 gram në ditë që është e barazlefshme me një thelbi hudhër. Ekuivalente me një thelbi. Mënyra më e mirë për të marrë këtë sasi është gjithashtu me anë të recetave të thjeshta të përgatitjes së hudhrës. Përbërësit aktiv të hudhrës, nëse ju i konsumoni të freskët, përpos që nuk ju bezdisin me aromë shumë të fortë, mund të japin gjithashtu edhe një lehtësim më të mirë të trupit, por nëse doni të largoni aromën e hudhrës, atëherë mund të përdorni majdanozin e freskët, ta përtypni pas një vakti që keni konsumuar hudhra. Përgatitja e hudhrës së marinuar gjithashtu është një mënyrë shumë e mirë për shëndetin tuaj. Ajo mund të ofrojë një mënyrë të mirë në ushqim dhe në shije dhe të largojë problemet e shëndetit, duke i dhënë hudhrës një mbrojtje më të mirë për organizmin dhe një lehtësim më të madh për trupin. Përdorime të tilla të hudhrës do të luajë një rol pozitiv për mbrojtjen e organizmit dhe shëndetit tuaj. Hudhra është përdorur ndër shekuj si një recetë shumë e fuqishme për organizmin dhe shëndetin tuaj në tërësi, si një produkt fantastik në luftën kundër mikrobeve. Hudhra është një burim i mirë natyral i domosdoshëm për shëndetin dhe për trupin.
Ajo ndihmon gjithashtu edhe në mbarvajtjen e funksioneve tuaja trupore dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij, sidomos në funksionet më të mira të shëndetit tuaj të zemrës. Hudhra pakson gjasa të shfaqjes së komplikacioneve në organizëm dhe mban larg infeksionet. Vlerat më të mira hudhra i ofron nëse konsumohet e pagatuar, sepse gatimi t'i dorëson të gjithë përbërësit mirëmbajtës të kësaj barishtaje. Ekspertët rekomandojnë të paktën ngrënie në çdo ditë e një thelbi hudhër për të marrë përfitime të mëdha ushqyese të tyre. Shtimi i hudhrës në vaktet tuaja ditore mund të shoqërohet gjithashtu edhe me një shëndet më të mirë të zemrës. Kjo barishte i bën shumë mirë shëndetit të zemrës. Ajo ndihmon gjithashtu edhe në uljen e tensionit të lartë të gjakut dhe të kolesterolit. Për më tepër, hudhra është një produkt fantastik për mbrojtjen e organizmit tuaj në tërësi dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët Healthline cilësojnë hudhrën si një prej produkteve më të vlefshme për mbrojtjen e shëndetit dhe gjithashtu lehtësimin e problemeve. Sipas Eatingwell, këto janë disa nga përfitimet mirëbërëse të hudhrës dhe ndikimi i saj në organizmin tuaj në mënyrë të përgjithshme. Shtimi i hudhrës në vaktet tuaja ditore është një mundësi shumë e mirë e organizmit për të pasur gjithashtu edhe një zemër më të fortë edhe më të shëndetshme. Kjo barishte i bën shumë mirë zemrës. Ajo ndihmon gjithashtu edhe në uljen e tensionit të gjakut dhe mirëmban gjithashtu nivelet e kolesterolit. Për më tepër, hudhra do të paksoj edhe riskun e arteriosklerozës dhe do të ndihmojë gjithashtu edhe në funksionin e enëve të gjakut duke lehtësuar këto komplikacione. Hudhra është një produkt fantastik kundër qelizave të dëmshme. Përbërësit e shumë të hudhrës, siç janë alicin dhe elementet e saj të tjerë, ju mbrojnë nga radikalet e lira, të cilat mund të dëmtojnë qelizat tuaja. Shtimi i hudhrës pengon rritjen e qelizave të dëmshme. Përbërës të tjerë të cilët gjenden te hudhra do të luajë një rol fantastik ushqyes për mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve. Hudhra është një prej erëzave më të mira që mund të përfitoni në maksimum nga ndikimi i tyre në organizmin tuaj. Nëse doni që të përfitoni në maksimum nga vlerat e kësaj barishtaje, sigurohuni ta konsumoni atë në mënyrë të saj të papërpunuar, në mënyrë që ajo t'i jap gjithashtu edhe një mbrojtje më të madhe të organizmit edhe kundër problemeve të infeksioneve. Hudhra është përdorur ndërshekuj si një produkt fantastik në betejën kundër infeksioneve, gjithashtu edhe mikrobeve. Sipas të dhënave të Eatingwell, alicin tekobim është përbërësi kryesor që ndihmon trupin të largojë bakteriet e dëmshme siç janë për shembull edhe Salmonella, Escherichia coli dhe Staphylococcus, duke i dhënë hudhrës kështu një mbështetje më të madhe për shëndetin. Hudhra është një antibakterial i fuqishëm që arrin të zbrapsë bakteriet kokforta që i rezistojnë gjithashtu edhe antibiotikëve që të cilët i përdorni. Hani hudhër të papërpunuar, 1 deri në 2 thelbi në ditë janë mëse të mjaftueshme për të marrë edhe ndikimin e saj pozitiv për shëndetin. Hudhra është një përbërës që nuk duhet të mungojë në gatimet tuaja, as në salca dhe as në gatime të shpejta. Përfshirja e saj në vaktet tuaja ditore do të jetë gjithashtu një përzgjedhje e mirë e organizmit në betejën kundër shqetësimeve të tilla. Ekspertët e Healthline cilësojnë hudhrën si një prej produkteve më të mira me një ndikim të pasur ushqyes për shëndetin dhe lehtësimet të dukshme të tij. Nëse doni që hudhra t'i japë përfitimet e saj shëndetësore, sigurohuni ta konsumoni atë si duhet në vaktet tuaja ditore, dhe ndikimi që do të merrni në fund do të jetë gjithashtu edhe më i shëndetshëm për organizmin tuaj në tërësi. Hudhra është një nga erëzat që mund të ndikojë më së shumti pozitivisht për shëndetin tuaj. Kjo varet gjithashtu edhe nga mënyra se si doni ta përdorni dhe sa doni të konsumoni në ditë. Gjithashtu, nëse merrni medikamente të caktuara përpara përdorimit, gjithmonë duhet të konsultoheni me mjekun tuaj specialist. Vëmendje: ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojë ose të mos e zëvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.